Hoxha I Kropishtit, Miftar Brahim Mara, baba I 15 fëmijëve. Ka më shumë se 3 dekada që është larguar nga jeta. Ishte baba me dëmshuri nëne. Kishte lindur në lagjen Komlysh, Kropisht Vlorë, në vitin 1900. Baba I tij Brahim Mara kishte lindur në fshatin Bashaj Smoktin, po kishte mbetur jetim pa baba. Nëna e tij e kishte sjellë në Kropisht në moshën 4 vjeçe së bashku me vllajin 2 vjeçar, sepse burrat e fisit Mara ishin vrarë në fushën e betejës gjatë kryengritjes kundër reformave të Tanzimatit. Miftar Brahim Mara kishte kaluar fëmijëri të hidhur. Në moshën 5 vjeçare kishte mbetur pa nën. Në moshën 10 vjeçare mbeti edhe pa baba. Së bashku me vëllain më të vogël e motrën u mbështetën tek xhaxhai. 3 jetimët e kaluan fëmijërinë me trishtim, me dhimbje të madhe të mungesës së 2 prindërve. Jetimi Miftar Mara në moshën 10 vjeçare kujdese me dashuri për jetimët më të vegjël, vëllain dhe motrën. Midis tyre kishte shumë dëmshuri. Miftar Brahim Mara kishte kryer shkollën unike dhe kishte shkëlqyer me rezultate të larta. Ishte më I miri I klasës. Mësuesi shpesh herë e nxirrte para klasës që të godiste me pëllëm ata që nuk mësonin. Por ai asnjëherë nuk goditi shokët. Kishte dashur që ta vazhdonte shkollën e mesme, por xhaxhai I tij I ashpër, jetimi pa baba e nën, e kishte detyruar të punonte. Në moshën 14 vjeçare, jetimi Miftar Brahimi kishte filluar punën për të lëruar tokat me qe. Ai ishte I pafuqishëm që të mbante me duart parmendën që tërhiqeshin nga qet e arës. Në ndihmë të tij kishte ardhur djali I tezës, shehu I xhamisë Vlorës, Adilau nga Armeni. E kishte dërguar në shkollën për teologji, të cilën e kishte mbaruar me rezultate të larta. Ishte formuar me një kulturë të gjerë teolog, duke marrë titullin imam. Dashuria për vendin, për njerëzit, kishin qenë motivi I tij frymëzues. Për të shërbyer në xhaminë e fshatit Kropisht. E kishte filluar shërbimi fetar në vitin 1929 në xhaminë e Kropishtit, e cila ishte ndërtuar në lartësinë e kodrës së lagjes Komlysh. Ai kishte fituar respektin e të gjithëve për sjelljen e urtë, qëndrimin e tij korrekt në zbatimin e traditave e zakoneve. Djali I tezës, shehu I xhamisë së Vlorës, e kishte ndihmuar për të ndërtuar shtëpinë në lagjen Kala, disa metra larg çezmës poshtë mureve të kështjellës mesfetare. Në vitin 1932 Miftar Brahimi ishte martuar me pashakun nga Mavrova, nga fisi Runaj, martesë nga cila kishte lindur 3 fëmijë. I pari fëmijëve ishte djalë dhe ai kishte vendosur emrin e të jatit Brahim Mara. Befasisht I kishte vdekur gruaja, duke lënë 3 fëmijë të mitur jetim. Miftar Brahimi, pa vdekjes së gruas së parë, u martua me Meza Mehmet Beqej, nga Vranishti I Vlorës, dhe lindën edhe 12 fëmijë. Miftar Brahim Mara vazhdoi të shërbente hoxhi I fshatit Kropisht deri në vitin 1946. Ishte larguar me dëshirën e tij, duke kërkuar toka nga reforma agrare, sepse fëmijët nuk mund t'i ushqente me atë rrogë. Së bashku me bashorten kishte punuar natë e ditë për të kryer punën e testinës në bujësi, përballonte një volum të madh pune të lodhshme, si në prodhimin e bujësisë edhe në ato blegtorale. Si rufe goditi fjalimi I gjashkurtit 1967. Revolucionarizimi I gjithë jetës së vendit, u acarua lufta e klasave, prishën kisha dhe xhami, filloi presioni ideologjik I luftës së klasave, edhe në familje. Miftar Brahim Mara u pesmatua kur grupet revolucionare të rinisë I kërkuan të digte librat fetare, që kishte ruajtur nga djegja e shkatrimi I luftës botërore. Ruajti fshehur në një stok
ku flinte vetëm Kuranin, për të cilin para se të largohej nga jeta, e la në manet ta vendosin në banesën e tij të fundit. Miftar Brahim Mara u trishtua shumë kur djali i tij, Qatip Mara, mësues në shkollën Kropisht, e kishin pushuar nga puna me shpifje të spionëve për agitacion e propagandë armiqësore. Djali i tij, Qatip Mara, kishte përfunduar në hetusi. Organet administrative të pushtetit në drejtimin e instruktorëve e të forumeve të partisë të Rrethit Lor organizuan një mbledhje publike për ta shpallur armik dhe kulak të ri, mësuesin Qatip Miftar Mara. Miftar Brahim Mara atë ditë që do të bëhej mbledhja nuk kishte fjetur gjumë, por duke pirë pa ndëprerje duanin rinte i heshtur. Në mbledhjen e organizuar nga drejtues të partisë, të gjithë të pranishmit si heshtja e gurvit të varit mbanin sytë për dhe. Nuk guxonin të diskutonin. Mbledhja o gurzeze e shpalli mësues Qatip Marën, armik të partisë të pushtetit dhe kulak të ri të fisit Mara. Kishin krijuar enkas një brigadë me të dënuar politik, që punoni me detyrim në hapjen e tuneleve strehuese për popullatën. Midis ishte të dënuarve politik, Qatip Mara ishte më i riu. Ate e kishin trajtuar si djalin e tyre, duke ndihmuar të punonte me karrocë për të nxjerrë dheun jashtë tunelit. Në kushtet të vështira, Miftar Brahim Mara mbylli sytë përjetësisht 14 mars 1986. I rrethuar nga fëmijët nipër mbesa, miqe dashamirës të shumë të tij, ceremonia mortore u zhvillua me shumë pjesëmarrës nga zonat e Gorishtit, Koculit, Treblovës, Bezhdanishtit, Selenicës, Drashovicës dhe qytetit të Vlorës. Megjithse ai dha dorëheqje si mufti, ai shërbeu falas të gjithë zonës, ndaj dhe kjo pjesëmarrje u duk në ditën e përcjelljes për në banesën e fundit. Këto kujtime të Miftar Brahim Marës i ka botuar djali i tij Qatip Mara në librin Fisi Mara Kropisht në rrjedhën e kohës. Ky libër është me vlerë për luftën e një njeriu të thjeshtë, për të mbetur krenar në ngulmimet e tij, në etin e tij për të ndryshuar rrjedhat e vështira dhe për të pamenduarat në favor të një jete më të mirë dhe më dinjitoze. Qoftë i paharuar muftiu i Kropishtit, Miftar Brahim Mara.